të zbatohet ligji dhe vetëm ligji. Asnjë vot nuk mund dhe nuk duhet të numërohet në presion. Garantoj të gjitha bandat se qeveria e Aleancës për Shqipërinë madhështore do t'i shpall ato banda terroriste dhe do marrin ndëshkimet më maksimale si të tilla. Unë kuptoj që ata janë në përplitjet e tyre të fundit dhe besojnë se mund të ndikojnë në vullnetin e sovranit. Asgjë nuk mund të ndryshojë. Populli ka fol në mënyrë vendimtare. Së dyti, lidhur me një exit poll të pretenduar nga gënjeshtari i gatshëm, Baton Stanishiqi është gënjeshtari i gatshëm, që s'bëri asgjë tjetër veç se pa bërë asnjë exit poll, lexoi apo konvertoi në poll memorandumin e Kuçit. I them Edi Rams se me pilula të tilla do mbetesh shumë shpejt për një kohë të gjatë pa gjumë. Janë realisht orët e fundit të tij në pushtet. Prandaj mos përdor gënjeshtar të gatshëm, papagaj, të cilët janë të aftë të deklarojnë çdo gjë kundrejt pagesave. Këto kisha unë, ndërkohë procesi po monitorohet plotësisht, ju e pat, po zbulohen zyrat ilegale të Partisë Socialiste, çerdhe krimi elektoral, krahas asaj që u kap në flagrancë deputeti Braçe me një grup, tani është një tjetër zyrë e tillë ilegale në Astir dhe ajo po procedohet sipas ligjit. Ka një qëndrim të vendosur të gjithë strukturave tona për të denoncuar, për të zbuluar, për të denoncuar të gjithë përpjekjet e dështuara të Edi Rams në këtë proces të humbur për te. Hello, Antonio from Reuters. Can you just translate shortly on English, if it's not a problem, what you just said? In English? Please. Yes. Now the sovereign had decided. It's the duty of every commissioner to count and treat with high integrity and based entirely in the law, the votes of the people. We are pleased that in most our traditional area there have been a clear crystal increase of participation of voters in voting process. We also
have denounced, and we denounce, the very fact that atrocious gangs in Durrës, the so-called the famous Poja, went and did everything to put pressure on voters. They are denounced by media and by DP responsibles. Now, their target are the Zone Commission. We ask to our commissioners not to vote to be counted under pressure. They have to apply to the law, which provides them all the authority to work in peace, to work with integrity and not under pressure. I ask the Prime Minister Rama, which is in a difficult psychological situation, to stop encouraging his gangs, his criminals, killers, to intimidate and try to reverse the results of the elections. As for an exit poll, unfortunately, the author is the liar in readiness. That is a close man to Edi Rama, which served him in any occasion as a false witness. That's all what I told to Albania's public tonight. Thank you very much. Të gjithë treguesit janë për një dominim të qartë elektoral të aleancës sonë. Të gjithë treguesit. Them edhe rritja e ndjeshme e përqindjes në votime në zonat tona është një ogur i bardh për rezultatin e aleancës tonë. Faleminderit. Ju flisi për fitore, po a keni një projekcion se sa do të jetë numri i mandateve që do të merrni në këto zgjedhje? Unë kur nuk flas për përqindje dhe për numra pa dalë ato. Nuk kam unë ndonjëherë dëshirë të bëj rolin e profetit. Dhe një pyetje. Ja, ai merr Batorin si gënjeshtar nga dishmëri. I gatshëm gënjeshtar. Unë nuk bëj ashtu. Unë pres sovranin. Dhe një pyetje të fundit. Ju folët për banda të cilat janë vënë në pushtet në survejim nga zoti Rama, në KZAZ, në përqendrat e numërimit tani më. Por sipas jush, ky rezultat që do dalë nga sovrani do të pranohet nga ana e Partisë Demokratike dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore? Unë jam këtu për të paraqitur para jush dhe publikut ato që ndodhin. Dhe ne gjatë gjithë ditës kemi dokumentuar me përgjegjësi të plotë të gjitha përpjekjet antiligjore të bëra në të katër anët e vendit. Por, të dërgosh banda për të rrethua KZAZ-t është një përpjekje flagrante për të ndikuar në rezultatin, por kjo nuk do ndodhë, sepse komisionarët tanë kanë marrë udhëzime të qarta dhe të prera. Përgjegjësia për të gjitha këto është e Edi Ramës. Faleminderit.